Derbi Ballkanit. Vendi i parë në grup, Shqipëria, përballë Bosnjë-Hercegovinës. Rruga drejt Euro 2012 vjen vetëm në televizionin shqiptar. Përshëndetje, mirëmbrëma të nderuar. Kemi bërë drejt për drejt nga ekrani televizionit shqiptar, ndërkohë thamë sot është një mbrëmje e madhe dhe padyshim të mbrëmje e bën akoma më të bukur, akoma më fantastike do thoja, dhe padyshim pjesëmarrja e kryeministrit profesor doktor Sali Berisha që vjen pas 15 viteve në stadiumin kombëtar Çemasllava për të parë pikërisht këtë takim së bashku me kolegun e tij, së bashku me Nikola Spiric, pra kryeministrin e Bosnjë-Hercegovinës, po kështu dhe presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Bamir Topi dhe shumë personalitete të tjera në këtë ndeshje të madhe, por në këtë ndeshje që padyshim ka një interesim të jashtëzakonshëm, një ndeshje që luhet sot përfitore në vendin e parë Shqipëria dhe padyshim me 4 pikë. Edhe njerë, Peqaj, Dila, Vangeli, Dalku, Sana, Golli, Pulpu, Duro, Sali, Muzaka dhe Bogdani. 4 pikë në vendin e parë, skuadra jo përfaqësuese 4 pikë, Bielorusia që luan sot në Luksemburg, Franca 4 pikë luan nesër në Rumaninë, Bosnjë-Hercegovina 3 pikë, Rumania 2 dhe Luksemburgu 0. Padyshim Francë, Rumaninë dhe të transmetohet. Shohim edhe njerë të përsëritur janë nderuar miq 9 kamerat vendosura në stadiumin kombëtar Çemasllava si asnjëherë tjetër nga televizioni shqiptar në këtë transmetim ekskluziv të Drani dhe skela janë 2 futbollistët që ndodhen pra akoma në aktivitet. Në të limi, pra topit është Duro. Po kështu edhe numri 7 Ansia Golli. Në topi gabuar i Duros, gabon mesosori ynë futbollisti, ishte një aksion aq i shpejt, aq i kujdesshëm, sa dhe vetë portieri Beqja e ka parë topin në trekotësin e majt, në kohë si shtihet, thamë edhe Ansia Golli, mbrojtësi ynë që luan në këtë krah, shohim edhe njerë golin e realizuar nga nëndë stadiumi kombëtar Çemasllava, nga Mbisali, Shtondrani, bomber ynë që ne si sipër ndiqin edhe njerë me një të tjaftë të tij, ka trombitur 4 këndshën e portës që mbrohet nga Hasagic, i ndjekur nga kapiteni Spajic. Edhe njerë kjo goditje vetëm pak centimetër larg golit, larg barazimit. Pranë barazimit skuadra përfaqësuese. Shpresa e kombëtarës Mbisali. Autori 6 golave në takimet e fundit është padyshim lojtari do thoja më produktiv për sa i përket golave. Megjithatë është ndezur loja skuadrës son, por ka një pozicion. Pra topi Lotjan Duro. Një moment i mirë për skuadrën tonë përfaqësuese në minutën e parë shtesë. Të shohim. Ja vetë Leo, amon sale. Cila do të jetë ideja e Elbasanës? Është afruar dhe Pulpu. Shane, why are you watching that? Just got free kick. 5 futbollistë bosnjak në murin e përbërë tashmë prej tyre. Shohim nëse Duro do të ekzekutojë drejt për drejt apo Duro! Ju topi bukur! Yes! Duro! Fuck you, man. I'll bring you to school.
Kevin. Gol fantastik. Sporten. Staturi përndajqe Mustafa. Kas përthyë. They gets against you. Yeah. Qualification. Edhe një viteni. 1-1, drejt për First half. Jogan Turo. I gol me vërtet i bukur i tij. Goli qast i tij, por rëndësika parasimi. Që ka ardhur pikërisht në limitin e kohës shtesë. Ka sportyer që Mustafa. Ka sportyer. Sojnë në festën e Mustardanagic edhe stafit të tij, por pa dyshim ajo që ndodh sot me Mustafa është e papërsëritshme. 1-1, një super gol. Një gol i mrekullueshëm. Nisën Pangjeli. Nisur qeti me shumë raste të rrezikshme deri në minutën e 21. Kundër sulmi i shpejtë i bosnjakëve ka zënë të papërgatitur mbrojtjen tonë, duke i dhënë mundësinë sulmuesit Vedat Ibišević të kalojë ekipin e tij në avantazh. Goli i pësuar ka vënë në lëvizje kuqezin, të cilët kanë rrezikuar disa herë portën kundërstare. Barazimi është vendosur vetëm në sekondat e fundit të pjesës së parë. Klodian Duro ka shënuar nga një goditje dënimi duke shtangur portierin Kenan Hasagic. Ishte fantastike, ne pak të shijuar se fan gjithë rrugën e topit i shkojnë rrjet. Çfarë magjie! Të shikoni se çfarë në stadion të ri. Shikoni. Fantastik. Një, po digjet që masata. Pjesa e dytë ka nisur më e vrrullshme për të dy ekipet me raste shënimi, por rezultati nuk ka ndryshuar deri në fund. Sfida e radhës për Shqipërinë do të jetë e martën ndaj Bielorussisë në Mogiljev. Të shtunën në mbrëmje Franca pret Rumaninë në Paris dhe një fitore do t'i jepte vendin e parë në grupin D. Mund të shkëputësim vetëm pak fjalë teknikut. I was thinking that will be okay, but Ai shpreh besimin tek skuadra, besimin edhe tek zëvendësi i tij. I vjen keq që sot është i detyruar ta shohë ndeshjen nga televizori dhe për më tepër ta shohë nga dhoma e një spitali. Reagimet e teknikut janë fare të vakta. Sapo fillon ndeshja e parë dhe ai përqendrohet ashtu siç bën atëherë kur është në këmbë në bankinë. Gjatë ndeshjes, shkëmbën batuta me mikun e tij, Fakris Aliun, shqiptar nga Maqedonia, menaxher futbolli. Sapo shprehet që lojtarët shqiptar luajnë të tërhequr, pësohet goli. Kushe nuk lëviz, shpreh më shumë keqardhje e shoqja Vishnja dhe i biri Marko. Në mesin e pjesës së parë, Kushe kërkon celularin dhe nis SMS drejt bankinës së kombëtares shqiptare. Me siguri, janë por... Nuk vonon shumë dhe vjen goli i barazimit. Përsëri Kushe nuk lëviz. Festojnë njerëzit që i qëndrojnë pranë. Sapo përfundon pjesa e para, i kërkon përsëri celularin. Flet më parë me menaxherin Denis Bastarin, i cili më pas i kalon në linjë Mustardanagićin. I jep atij porosit. Tekniku na thot se Shqipëria duhet të luajë me më shumë kurajo. Bosnia nuk është kundërshtar aq i fortë sa për të mbrojtur kaq shumë. Në pjesën e dytë ai ka kërkuar që të sulmohet më tepër porta bosnjake. Josip Kushe duket i qetë, por ai thot se kjo vjen nga që ka marrë aq shumë ilaçe që nuk e lejojnë të reagojë emocionalisht. Josip Kushe shpreson fitoren e kuqezinjve. Ai e ndjen veten me ta.